Përshëndetje, unë jam Eliza Gjirane dhe kjo është Media 60. Më në fund, protestuesit shpallën zyrtarisht kërkesat e tyre, duke shkënjyer thellë ata që i kritikuan ashpër, bashkë për mungesën e tyre. As më pak e as më shumë. 5 janë kërkesat kryesore të lexuara nga ish aktivisti ushtrisë çlirimtare të Kosovës Dritan Goçaj. Nëse i lexojmë me kujdes kërkesat, ato po japin një sinjal të qartë. Protesta po kalon nga një lëvizje pa kënaqësie e përgjithshme në një platformë politike dhe institucionale më të artikuluar. 5 kërkesat nuk janë të gjitha të së njëjtës natyre, por mund të ndahen në 3 shtresa leximi. E para është kërkesë menjëhershme, sigurisht politike. Protestuesit kërkojnë pa negociata dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe të kabinetit të tij dhe krijimin e një qeverie teknike me afat 1 vjeçar. Të dyja këto kërkesa përbëjnë boshtin politik të protestës. Të dyja janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, sepse nëse kërkohet largimi i qeverisë, atëherë duhet të ketë edhe një alternativë për administrimin e vendit deri në zgjedhjet e parakohshme. Për mëtej, protesta nuk po kufizohet më te kundërshtimi i qeverisë, por po parashtron një propozim për mënyrën si duhet të qeveriset vendi në një periudhë tranzitore. Kjo është një kërkesë e qartë e formalizimit dhe institucionalizmit të saj. Thënë shkurt dhe qartë, protesta po imponohet tashmë me formën e saj legale. Pika e tretë është kërkesa për ndryshimin e sistemit, përfshin ndryshime kushtetuese, ku çdo shtetas të jetë i barabartë para ligjit, ndryshimin e kodit zgjedhor si dhe kufizimin e ushtrimit të detyrës nga kryeministri deri në 2 mandate. Përtej formulimit paksa të gjatë me miks politike juridik, kjo pikë mbase është edhe më ambiciozja. Mund të jetë edhe më e vështira për të realizuar në kohë të shkurtër. Ajo përfshin barazinë e të gjithëve para ligjit, sepse dekadat e fundit kanë treguar hapur se drejtësia ka qenë e shtrenjtë, e deformuar dhe e vonuar. Përfshin edhe ndryshimin e kodit zgjedhor, sepse kështu siç është, nuk reflekton vullnetin e popullit që voton. Pika tjetër për kufizimin e detyrës së kryeministrit në 2 mandate nuk është më një kërkesë kundër një individi të caktuar. Është një kërkesë për riformatim të rregullave të lojës politike, veçanërisht kufizimi i mandatit të kryeministrit ka edhe një domethënie të rëndësishme. Pra, problemi nuk konsiderohet vetëm si çështje personash, por si rrezik i përqendrimit të pushtetit për periudha të gjata. 2 pikat e fundit të kërkesave të koordinuara dhe të shpallura nga Goçaj kanë qenë më të gjera. Ato lidhen me anulimin e ndryshimeve në ligjin e trashëgimisë kulturore dhe në ato që është paksuar si paketa e maleve. Me këto, protestuesit duan të tregojnë se motivi i reagimit të tyre fillestar nuk është harruar. Mënyra si administrohen burimet publike dhe pasuria kombëtare gjithashtu. Ndërsa ideja e një kontrate sociale mes qytetarëve dhe shtetit me konsultim duhet parë si kërkesa më interesante nga pikpamja politike. Ajo nuk kupton më shumë pjesëmarrje të qytetarëve në vendime që prekin jetën e tyre të përditshme, më shumë transparencë, kufizim të pushtetit të përqendruar si dhe një raportim të ri mes qytetarëve dhe institucioneve. Kërkesat e shpallura i kanë vënë protestës vulën e legalizimit të saj, institucionalizmin që shumë e kishin me merak. Ato tregojnë tashmë se protesta ka identifikuar objektiva, po artikulon një vizion, ka përcaktuar fusha konkrete ndryshimi. Megjithatë, duhet edhe një hap më tej për ta plotësuar këtë puzzle, pa droje, pa frikën e anatemimit, sikurse deri tani protesta duhet të krijojë mekanizma përfaqësimi, struktura organizative harmonizuar me procedura vendimarrje. Bashkë me një strategji afat shkurtër ose afat gjatë, e formaton protestën në linja imponimi. E gjitha duket më shumë një platformë politike sesa diçka institucionale, që ka pak gjasa të refuzohet. Megjithatë ka edhe një element interesant që shfaqet edhe pa lexuar mes rreshtave. Kërkesat përfshin njëkohësisht largimin e pushtetit aktual, krijimin e një qeverie tranzitore pa figura politike, reformimin e sistemit si dhe ndryshimin me rrënjë të marrëdhënies shtet-qytetar. Kjo do të thotë se protesta nuk po kërkon vetëm ndryshim qeverie. Ajo po paraqet të paktën në teori një ide tjetër për mënyrën si duhet të organizohet shteti. Dhe pikërisht këtu lind një pyetje e rëndësishme. Nëse këto 5 kërkesa përfaqësojnë programin e protestës, kush do t'i mbrojë ato? Historia shqiptare ka treguar shpesh se shpallja e kërkesave nuk është hapi më i vështirë, por kalimi nga sheshit e organizimi, nga zemërimi të institucioni, nga protestat e përfaqësimit politik. Kjo konsiderohet sfida më e madhe edhe për këtë protestë. Ajo duhet të ruaj nga një anë frymën qytetare nga e cila lindi, karakterin paqësor dhe vitalitetin e të rinjve, e nga ana tjetër të krijojë strukturat që u japin jetë
dhe vazhdimsi kërkesave të saj. Shumë kritik, shpesh nën petkun e dashamirësisë e quajnë vetvrasje krijimin e strukturave, ama nuk i japin dot përgjigje pyetjes më të thjeshtë: kush do të ndjek plotësimin e kërkesave të sapushpallura? Përballë një ofensive nga të gjitha anët me baterit më të rënda ndaj protestuesve, shpesh me emër dhe me mbiemër, duhet një strukturë. Sidomos tani që u shpallën kërkesat kryesore. Vetë protesta po përballet me një provë të vështirë pjekuria. Nëse ajo dëshiron të ruaj karakterin qytetar dhe paqësor, duhet të jetë në gjendje të mbrojë të drejtën e secilit për të shprehur mendimin e vet, të mos identifikohet plotësisht me një individ të vetëm, të insistojë që kërkesat të gjykohen sipas përmbajtjes së tyre dhe të refuzojë qartë çdo formë dhune apo radikalizimi. Ndryshe, kabala përballë logjika e lëvizjes qytetare të paktën deri tani kërkon të mbetet më e madhe se individët e saj dhe së fundmi po mbështetet te kërkesat. Nëse protesta mund të ruajë këtë ekuilibër, padyshim që ajo do të mbetet qytetare dhe paqësore, edhe pse në presion të fortë. Protesta ka mbërritur në një pikë që duket pa kthim. Debati mbi kërkesat që sapo kanë shpallur, për shembull nëse diskutohet e duhet të ketë kufizim mandatesh, barazi reale para ligjit, a duhet të ketë reformë zgjedhore apo më shumë konsultime me qytetarët, këto janë tema që prekin shtresa të gjëra të shoqërisë. Nuk janë të lehta dhe pa kosto politike, dhe detyra e kësaj proteste është të imponojë me këmbgulje këto kërkesa. Ajo duhet të kontrollojë diskutimin publik. Nëse i arrin këto, atëherë ka fituar terren. Madje, pa patur ende një strukturë të fortë organizative. Protesta duhet të shfrytëzojë edhe gabimet e palës përballë. Më së miri këto do ta bënte një strukturë dal nga protesta, një strukturë e pranuar që përballon çdo presion të fortë, çdo përpjekje për përçarje dhe intimidim, bashkë me dorëzimin e kërkesave të institucionet përkatëse, jo thjesht vetëm për arsye dokumentare. Kjo do të ishte fitoria e parë zyrtare e kësaj proteste, sepse kërkesat nuk duhet të mbeten vetëm slogane. Ato duhen shoqëruar me mekanizma përfaqësimi dhe veprimi. Në mungesë të këtyre elementeve, kërkesat mund të shërbejnë si mjet mobilizues, por jo edhe si themel i një lëvizje të qëndrueshme.